Palestina është vendi pejgamberëve, është vendi i Ibrahimit a.s. i cili migroi në Palestinë dhe jetoi atje për një kohë të gjatë. Palestina është vendi ku Luti a.s. migroi me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Palestina quhet toka e bekuar në Kur'anin famëlart. Palestina është vendi ku Sulejmani a.s. e sundoi botën. Palestina është vendi ku jetoi Davudi a.s. dhe ndërtoi mihrabin e tij të famshëm. Palestina është vendi ku Musa a.s. i tha popullit të tij të shkonte në tokën e shenjtë. Palestina është vendi ku nderua Merjemja, është vendi ku ndodhi lindja e bekuar e Isait a.s. Palestina është vendi ku Isai a.s. u ngjit në qiell pasi u shpëtua nga armiqtë e tij. Palestina është vendi ku ndodhi ngjarja e Isras dhe Miraxhit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte mysafiri i Zotit. Palestina është vendi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli imam para të gjithë pejgamberëve dhe u fali namazin në xhamin Aksa. Palestina është vendi ku do të zbresë Isa alayhis salam para ditës së Kiametit e xhamia e bardhë në portën e Lutit. Palestina është vendi ku Dejjalli, fatkeqësia e madhe e fundit, do të vdes nga shpata e Isait alayhis salam. Palestina është vendi ku Ya'juj dhe Ma'juj do ta plaçkitin tokën. Palestina është një betejë midis së vërtetës dhe gënjeshtrës.